Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar e falendrojmë. Salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. O Zot, na shtot dijen dhe na bën të dobishëm për njerëzimin. Allahumma amin. Transmetohet tek Imam Buhariu se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur dëgjoj që axhës tij i ka ardhur momenti i vdekjes, pra Abu Talibit, shkoj me vizitu në shtratin e vdekjes. Atu i gjet disa nga kurejshetët, nga kokat e kurejshve, të cilët i kishte shok Abu Talibi. Ishte një gjeneratë edhe një gjeneratë ku thamë, s'do më thonë për një vjet lindur pa tjetër, por aso gjeneratë pak a shumë njëjtë, edhe mentalitet i njëjtë, po ashtu edhe pozitë njëjtë, pozitë shoqërore. Ato ishte Abu Jahli dhe tjetri Abdullah ibn Abi Umayya, është përmend në transmetim. Në disa transmetime janë përmend edhe të tjerë, po s'është më rëndësi. Atëherë ata po qëndronin në një anë të xhaxhait pejgamberit alayhi salatu wasalam, në anën tjetër u ul Resulullahi alayhi salatu wasalam, edhe pasi shprehi dhimbje për gjendjen e axhës vet, ai ishte i kujdesshëm për secilin njeri që të bëhej musliman, edhe filloi me ftu axhën e vet në islam. Edhe pse edhe më herët e kishte ftu, pa ai nuk e pranonte. I tha: o axha im, dëshmoje shahadetin, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Të kam një arsye, një sebeb, një shkak, ku përmes atij shkaku kam ku me u kap te Zoti për me bo dua për ty me të falë Allahi. Se pa shahadet ju e dini që s'ka xhenet. Atëherë, ata të pranishmit aty nga jo muslimant, mushrikët e Mekës, u tutën mos po bjerë shahadet. Abu Talibi, edhe me të shpejt po i thojnë, a po e lën fenë e baballarëve tu, në shenjë kritike. Pejgamberi alayhi salatu wasalam prap Abu Talibi herë kthente kokën djathtas, majtas e herë djathtas. Prap po i thot: o axh, thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ata prap njëjtën fjalë. Kështu disa herë, derisa në fund Abu Talibi dëshmoi duke thonë: unë jam në fenë të parëve të me. Allahu mustan. Allahu na fal. Allahu na forcoft në këtë din. Kur mos e bafshmi një gabim të tillë që me refuzu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, edhe tha unë jam në fenë të parëve të me. Pejgamberi alayhi salatu wasalam u mërzit, edhe në atë gjendje vdiq axha i vet. Resulullah sallallahu alaihi wasallam nga dhimbja që e kish për ta, edhe për gjithë njerëzimin, kemi thënë, nuk e la me kaq, vazhdoi të bënte dua te Allahu i lartësuar derisa i ndodhen dy sene. E para, Zoti i lartësuar ja pranoi duan pejgamberit alayhi salatu wasalam duke ja letu axhës vet xhehenamin, jo me nxjerr pi xhehenamit, se Zoti ka rregulla. Zoti kur i vendos rregullat nuk i thën. Edhe pse është Rabbul Alamin, ai që vetë i ka vendos. Ja letoj xhehenamin, por asesi me nxjerr prej xhehenamit jo. Edhe dyta, ja ndaloi pejgamberit alayhi salatu wasalam me u lut për jo besimtarët. Në fjalë me u lut masi ka vdek. Është ndaluar. Me u lut kur ta sheni njëri që ka vdek në shirk, ka vdek në kufër, por normal duhet me pas kujdes, jo çdo kush me guxu edhe me thonë për tjetrin, valla ka vdek filani qafir. Nuk i takon çdo kuj. Ka rregulla, ka disiplinë,
ka besa dhe dënim, por ata i cili elshon gjuhën pa dije edhe pa i pasu rregullat islame ku i me thonë qafir. Nuk i takon çdo besimtarit me akuzu tjetrin për kufër. Janë personat, janë komisionet speciale që sheriati, shteti islam, i ngrit ato komisione me njerëz ekspert aty në lëmive, na themi ka veprime që njerin e nxjerrin kufër, veprime të qarta, ka dhe veprime të dyshimta. Të qartat në rregull, të dyshimtat janë ulemat ata cilët një njeri e vërtetojnë a është qafir apo jo. Sepse pas asaj fjale, pas asaj dispozite qafir, ngritën disa detyrime që normal nuk është vend jonë aty për me i detalizu këto. E rëndësishme është na me bëu doa që Allahu me i udhëzue, jo Allahu na rujt me i deviju. Allahu ja ndaloi pra pejgamberit alayhi salatu wasalam me u lut për axhen e vetë për çdo mushrik mas asaj dite. Pra është ndaluar me bën doa për botën tjetër. Lejohet sa është gjallë me thonë o Zot shëroje një njeri që sa musliman, o Zot udhëzoje, o Zot përmirësoje, o Zot jepi pasuni, o Zot zbutja zemrën, o Zot qetësoja trunin, evladët, e tjerë. Ama nëse vdes në kufër, o Zot fale që e në xhenet, nuk mundej me thonë këta. Të njëjtën gjë ja ka ndalu Allahu Gjeleshanu dhe Ibrahimit a.s. Edhe Ibrahimit a.s. për me u lut për babën e vetë. E kështu që pashtu edhe masi vdish njëri prej kokave të munafikëve në Medine, për axhen e vetë pejgamberi u lut Mekë, në Medine kur vdish koka munafikëve, shkoi djali atij munafiku i cili ishte djalë besimtar, edhe luti Resulullahin sallallahu alaihi wasallam që me shku edhe me ja fal namazin e xhenazës babës vet. Pejgamberi dinte që është munafik, sepse Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i dinte emrat e munafikëve. Ja kishte tregu Zoti. Edhe ai, pra pejgamberi, ja pa tregu emrat e munafikëve Hudhaifa ibn al-Yamanit. Hudhaifa ibn al-Yamani ka qenë një sahabi i nderuar, i shumë i respektuar, i cili është quajt personi që i di fshehtësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prej fshehtësive ka qenë kjo, që i ka ditë emrat në Medinë kush është munafik. Sa që subhanallah, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja ka ndalu që me i tregu dikuj, sepse ju e dini, kur dikush ta jep një fshehtësi, duhet me e rujt atë fshehtësi. Edhe i vetmi që, domethënë Ebu Bekri, më falni Omeri, radiallahu anhu, ka qenë që kujdesshëm këtë pikë, sa përmendet që e kanë ditë sahabët që Hudhaifja i ka emrat e munafikëve. Edhe sa ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe mas vdekjes pejgamberit, Omeri thot, unë kur kum dasht me ditë një person a o munafik ajo, shiko çfarë strategji Omeri. Thot, e kum këshyr namaz xhenazës kur ka dek munafiki. Na kret, kena shku mja fal namazën e xhenazës. Hudhaifja s'po vjen. Thot Omeri, kur s'ka ardhur Hudhaifja në varrim xhenazë, në falet xhenazës, unë jam ndapi safit, se kum fal xhenazën. Pse? E kum ditë mas se s'po vjen Hudhaifja, mas më ardhë, ja fal muslimanëve xhenazën, s'ka shans. Përderisa sot ardhë Hudhaifja, ky është munafik. Ka dalë pi safit Omeri. E në fund, kur Omeri është plagos edhe ka qenë në çastet e fundit të jetës tij, domethënë para se me dek, ka thonë thirrmani Hudhaifen. Për hir të Zotit, pash madhninë e Allahit, po të bëj be, a ke mundësi me më tregu veç një send? Thot urna, o prisje besimtarve, a ke mundësi me më kallëzu në atë
në ata në të listën që të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të munafikëve, mos jam edhe unë që ato i përmendën. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kush po thot kështu? Omer ibn al-Khattabi o burra, i dyti më i mirë i umetit, po tutët për veten e tij, mos është në listën e munafikëve të Allahu xhalla shanuhu. Ku për neve? Ku për neve? Subhanallah. Çfarë do të më tut na për veten tonë? Prandaj sahabët kanë thonë, nuk du më shumë se sa me e ditë, ama me e ditë sigurt, që Zoti ma ka pranu vetëm një ibadet. Veç një, s'du më shumë. Mos ti ke bo shumë, ti që 20 vjetë, që 50 vjetë jetu falë, o veç një me e ditë që ma ka pranu Zoti. Me e ditë që ma ka pranu. Pse bre, pse tu ka tek veç që ta, thot për arsye se Allahu ka thonë Kur'an, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Vërtet Allahu i pranon veprat veç prej të devotshmëve, prej besimtarëve. E nëse arri me e ditë, kisha mujt me e ditë, ama pranon Zoti veç një, pi bjen që unë jam besimtar. Omeri o tut, i ka thonë Hudhaifja ja Amirul Mu'minin. Unë nuk e përhapi, po masi të kemi pris besimtarve. Të ka ndodhë që është ka ndodhë, edhe me një farforme nuk përhapët ma ky fenomen me pyet njerëzit. Tha po të kallzoj, nuk të ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam në listën e munafikëve. Omeri në atë gjendje e falendroi Zotin shumë. Pastaj pyeti Omeri, tha mirë, kjo u kry. Kush më bëri atentat? I than filan fisteki që ka qenë me gjus zjarr adhurues, jo musliman. Tha elhamdulillah që Allahu e bani shahidllukun tim në dorë të një qafire, jo në dorë një muslimani që më u dënu muslimanin xhehenem shka ku jam në botën tjetër. Pra, Allahu ishmin të tema janë ndaloj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me u lut për munafikët, për qafirat, që isha pa ndalu edhe Ibrahimit. Në Mekë janë ndaloj për haxhin e vet, janë ndaloj edhe për babën edhe nanën e vet. Janë ndaloj edhe për munafikt në Medine, ma konkretisht për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, kur vdiq shkaj pejgamberi ja fali namazin e gjenazës. I tha Omeri, ja Rasulullah, po ja fali këti munafiku. Po Allahu të ka ndalu me u lut për munafikt. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Allah ka thënë, u lute, kërkoje falje, falen gjenazën për ta, si ja fale. Fala yaghfir Allahu lahum. Allahu nuk ja fal atyne. Edhe nëse falesh për ta 70 namaze. 70 namaze gjenazës më ja fal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi me ditë se në 71-ën, namazin 70 herë ja fali, namazin s'po ma pranon Zoti. 71-ën po ma pranon ja fali 71 namaze, veç me ja fal Zoti. Të dashur vëllezër, shpirti i mëshirës duhet me ekzistu të besimtari. Nuk guxon të besimtari me ekzistu shpirti i armiqësisë dhe i urrejtjes kërkë popullit vet. Munafiku më i madh, që pejgamberin alayhi salatu wasalam e kalon në lloç në betejën e Uhudit me 1/3 e ushtrisë është këtu mrapa, që çdo armiqësi e ka bën kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam hapta, se kanë ditë krejt, saqë djali i vet ka thonë ja Rasulullah, nëse ke bën plan me myt babën tem, se unë jam të ditë që ajo munafik, unë jam të ditë që ajo është të bot dëm, është të u pa haptas kjo mesele. Aman të lutëm, mos lejo që me i përlyt durët me tanë ndonjani prej besimtarve, se masane kur ta shat besimtar e urrej besimtarin, se jem natyra njerit është, mund ta urrej besimtarin. Pse ma ka myt babën teme, kur ta shat e urrej. E për mos me urrejt asni besimtar,
që ke bën jetë nejherë me mytë babën dhe më ka zë mu. Mu më ka zë, unë e rataj. S'ka nevoj kërkush për besimtarë më marrë me babën tëmë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë absolut, kjo gjë nuk ndodh. Për kundrazi, do të mundohemi me u bë mirë maksimalisht deri në fund. Tani jetën me u bë mirë. Kanë thonë ja Rasulullah. Do munafika s'pi ekzekutan. Ka kesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë qysh? Këta janë të nejtë me na, me neve. Këta janë të shoqëru, këta janë të paraqitë si muslimane, edhe pse i ka ditë pejgamberi në zemër sallallahu alaihi wasallam se s'janë të tillë. I ka ditë, por ata kanë shfaq, tha apo dënë që me fol halku, persianët edhe bizantenët, me thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pimyt shokët e vetë. Nëse unë e bejdi që janë munafik, ata nuk e din. Edhe na del fjala faqa zezë. Mes tyne dhe Zotit, ruju pi domit tyne. E kështu që, kur tha Abu Talibi, janë fene prindërve të mija, atër kajti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u lut derisa Zoti ja ndalej me u lut për ta, edhe pse ja pat pranu që me ja letu xhehenamin. Edhe për nanën e vetë kërkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua. Bani dua, Allahu xhalla shanu ja ndalej duan. Atëherë lutë Resulullah sallallahu alaihi wasallam me shku me ja vizitu varrin në Medinë. Ju dha mundësia, ja leje Zotin, me shku me vizitu varrin e saj. Sahabët ridwanullahi alejhim e shifshin se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndronte te koka e varrit, nanës vet, edhe i piknin lotët mbi varr, duke kallë, duke u mërzit. Sa që thot njëri prej sahabëve, s'mujsha me pa. E largova kryt, s'mujsha me pa. O vllazën, ky din nuk është me ngjofsi. Kjo fe është me ibadet. Aman, mos u bazonin ata që babalo kjo të konë haxhi, edhe me menun që ti ki me shku në xhenet. Mos u bazonin ata se doja jut i fal 5 vaktet. As mos u livdani me ata se djali jut po shkon në xhami po mëson. Jo, ti ku je, vëlla? Ti ku je? Ti për vete. Edhe ne pas djalin pejgamber, vetë nëse si e kërkun nuk të bën dobi. Kjo fe është se cili duhet me punu, mu angazhu, s'ka me thonë hatri këti, hatri ati. Po, në ditën e kiametit, Allahu i lartësuar me mëshirën e vetë, ka me ja mundësu, me ndërmjetësu disa kategori të ndërmjetësimeve. E para, kanë me ndërmjetësu shoki për shokin, shoki për shokin, ama për shokun e mirë, për shokun që në origjinë është besimtar, ka me ndërmjetësu shahidi për familjarët e tij, ka me ndërmjetësu fëmia i vogël që ka vdek para pubertetit për prindrit e tij, ka me ndërmjetësu besimtarët për besimtarët e tjerë, kanë me ndërmjetësu Resulullah sallallahu alaihi wasallam për ummetin e vet, kanë me ndërmjetësu edhe me laçet. Kretu në rregull, por qëllimi është që nuk guxon kërkush me u mbështet në atë se djali ose baba jam po falet ose ai ose ky, edhe ai mu ni shumë rahat me thonë ai s'ka gale se baba jam falet. Unë e urrej, kur vjen dikush e më thot, më livdohet, baba jam më fal. Nëse e bën këta, mundi krenar, Allah që përblep, se dushmëni krenar, që ke pas babën që i ka ra Allah i të sejtë. Nëse e bën këta, për me arsuetu dhe merlëkun tanë, ti që s'po falesh, Allah, atër këta e urrej. S'ki nevoj me thonë babem, atër nëse baba jëtë është falës o konë fetar, ti ku je? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam s'po mundet me ndiku për axhen e vet, s'po mundet për babën e vet, s'po mundet për nanën, s'po mundet për ata, për këta, veç vet. Andaj duhet me pas kujdes
secili për vete. Pra kujdesi i tij ka qenë i madh. Gjithashtu prej kujdesit të tij për njerëzit ka qenë se në haxh është një adhurim që e dini ju, qëndrimi Muzdelife, pastaj shkuarja deri tek përmes vendit të quajtur Mina, deri tek xhemrat janë vendi ku gjuhen gurët. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e moshum, njerëzit me gajle, njerëzit me peshë, me smuje, e ka leju që natën më u largu prej atij vendi, e me shku deri te vendi ku gjuhen gurët natën për fllati. Mos më nejt Muzdelife, aty ku do të më nejt në tokë të Zotit, s'ka kur gjë, mos më nejt ton natën deri të lind dilli. Po me shku natën, e atje kur të më rrinë të gurët, me prit. Kur të lind dilli, me gjujt gurët. E ka bë këta, edhe kjo dispozitë dhe sot dhe kësaj ditë deri në kiamet vlen, normal pejgamberi nuk ka dhënë dispozita nga koka e tij, nga mendja e tij. Ju e dini çka ka thënë Zoti në Kur'an, ai nuk flet nga mendja. Por urdhnat e tij, mësimet e tij janë shpallje nga Zoti. Prandaj themi feja jonë ngritet në dy burime bazë. Kur'ani edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra nga kujdesi për ummetin e ka bënë një gjë të tillë që e ka leju ata që s'kan mundësi me shku ma herët. Kur e ka çliru Resulullah sallallahu alaihi wasallam Mekën, Mekasit kanë hyrë nëpër shtëpiat e veta ose kanë shkuar te Çabja, se janë tut, mos po hakmirët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kanë ditë që çka i kanë bënë asane. Por ka qenë interesant, subhanallah, në Mekë, edhe pse se kanë dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, krejt kanë fol mirë për ta. Hala pa ka pas fëmijë që ka le në Mekë, pa pejgamberin, ka le pejgamberëve që kanë ikën në Medinë, i shpërngulur, emigrant. Edhe kanë ejtë atje 8 vjet. Masanina e ka shliru Mekën. Çata fëmijë, ose që kanë të vegjël kur pejgamberi ka ikë, ose në konë pale, kanë një fjalë për Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanë një fjalë për bujarinë e tij, besnikrinë e tij, mirësinë e tij, mëshirën e tij, etj. A dini çka ka interesant? Kretë po mshilën nëpër shtëpia, fëmijët, ha, çka o bab, ha, hinin marrë se po vjen Muhamedi, hinin marrë sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Muhamedi që kena një për ta. Kretë po dalin për jashtë me prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fëmijët, baballarët e tyre po shifën se edhe pse nuk e donin, edhe pse urrenin, nuk kishin mundësi me fol keq për ta. Dilnin thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë dhe ka zbrit prej devës, i ka marrë dhe për i përqaf. Kabilesve, të akrabave, të kurejshve. Nga sa dush me mundu me mshef mirësinë e dikujt nuk mundesh. Ka më përhap fjala mirë. Po ashtu nga kujdesi edhe për familjen e vet që ka pas Resulullah sallallahu alaihi wasallam, përmendet se vajza vet Fatimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka dashur shumë vajzën e vet, në përgjithësi fëmijët, por kjo ka qenë e veçantë sa ka thonë për ta ti je zonjush apo zonja e grave të xhenetit. Një prej, se ka disa që i ka përmendur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, një prej tyre edhe kjo. Qatë shumë ka punu, edhe i kanë imu burrit vet, edhe o për kujdes sa komët nuk e kanë majt, sa durët ju kanë prish, që thojmë na fjalë popullore, ju kanë bo gjak, të punu. E ka pas atë mullinin kështu, keni parë në për televizor, kamat vjetën, ndoshta edhe e kanë rri atë kohën, kur kanë blu në këtë formë me dorë, kanë shti aty misrin, kalamoqen ose grurin, edhe kanë blu, edhe ajo punë, ja ka bo dur gjak, edhe kanë shku shumë largë, kanë marrë me brinja ma so në shpinë kanë bajt ujë, kanë bajt barin, ushqimin e kafshëve, gratë kanë bo një gjotë tillë. Pra që i bjen kjo se një grua e cila ka vendos me jetu me një burr, nuk rretën ditën
luksin edhe t'i këshyrë majtë e thejve kështu, fikalyje dhe porri, ha, se ajo du të shabdën, thajt mi majtë aty. Subhanallah. Jo, i motër, dush me bë buk, dush me përgatit ushqim, se na ta që kemi të theksuar feminizmin pa nevojë. Ashtu të pru çdo sen. Do të më jutut Allahu të zëgjel, me pas bashkëpunim, nuk bën me pyet, nuk është mentalitetin e musliman nes, që i bjen Allah të sejdë që ka vu shamin, me pyet hoxhën, rroga, a i takon burrit a është e jamja? Ku e pyet gruaja këtë? Se njëjtë si më thon, hoxh, shtrautja i burrit e jam, po bashkë kene. Rrogën bashkë, jetën bashkë, vdekjen bashkë, do sen bashkë. Domethën burri let punon, let këputet, a kur vjen të rruga eme, ja, unë s'jap. Po mirë kuptim dush me pas. E gruas është veç pasunia që ka dhënë baba. Edhe mehri, paja nusnis që ka dhënë burri, ka dhënë që ka shparë ose çdo tesh ose dukat çaja, çdo sen që fitojnë tek nëna bashkë. Po takon me marr hise, ke boni qa me burrin, masi ta shet burri banesën, tokën 50-50, du të me nënshkruhet gruaja. A rrogën jo me prunë shpe. Kujdes nga këmë, nuk i takon muslimanëve, ky mentalitet. Vajza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njëna prej zojave të xhenetit, po kputët. Ka shku te baba i vet, ju ka nku, ja Rasulullah. Ka shku se ka gjetë babën e vet. Ku është baba, i ka thonë Aisha, nuk është vëllai këtu me do punë. A mirë, rregull. I ka thonë Fatimi Aliut, o burri jam, shko ve thuj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kena një që ka mundësi pi u gjon njerëzve shërptor, pi pagun shërptor, mi u nimu. Ma gjon edhe mu një shërptore se em lodh. Nimon pak. Tha pejgamberit Aliu radhiyallahu vallahi tha smoj. Vallahi smoj. Më vjen marrë pe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Që dush ka ti? Ti e vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A tha vallahi vetë ka me shku. Shkoj se gjatë aty, nejse u kthy. Erdh pejgamberi alayhi salatu wasalam, si duket ka qenë natë. Edhe i thot Aishës, a ke kush? Tha po, vajza jote, t'lypi. Fatimi apo? U kry. S'hinin në mrana pejgamberi heq sallallahu alaihi wasallam, dule dhe shkoj te shtëpia e Aliut, aty afër. Kur shkoj ata kishin rënë në shtrat, e kishim lu me një organ, me një diçka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trokiti, kush është ajo baba yt? Tha prit çom se kimi ra, rëni tha që të mos luni. Shkoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ul te kamët e tyne. Edhe me gujtë vet i preki kamët e Aishës, e të kësaj të Fatimës e të Aliut. Mos luni tha. Tha çka ke ardh, pse çka ke lyp? Tha kështu ja Rasul. O baba jam, alayhi salatu wasalam. Tha atë pësaj diçka më të mirë se sa që kjo që ti ke lyp. Ke lyp, me të një mu dikush. Në punte e fështira të shpis, kanë shku me kilometër, kanë bajt ujë, kanë bajt dru, kanë bo fëmijë, kanë lindë për ara, i dini ju, jo i dini ma mirë sonë, ju ma të vjetret. Na jemi kundër të dashur vëllezër, mu prish shoqënia si institucion, familja nuk bën mu prish, se po u prish familja, prishet shoqënia. Na jemi kundër kësaj. Një shoqëni konstante, shoqëni e qëndrueshme është kur është një familje e fortë. Na mbështetjen mas Allahut të xhel më të fortë e kemi pas prej familjeve. Familjet janë shkapërderdh. Çush është shkapërderdh? Gruaja nuk e pyet burrin, burri s'interesohet për gruan. Sot baba kur do me feju çikën, shkon te e lyp çikën e filanit. Pyetjen ose kërkesën e parë çka komë ta bën çaj bab, ja vallahi ta kryen, të kanë në fakultetin vajza, le të bante pamvarën pe burrit saj. Në momentin që gruaja bante pamvarën, do të thonë jep me kuptu se ajo është e pamvarën çdo sen. Ajo i thot burrit kur doje unë dam prej teje. Na nuk po dojmë një familje që gjithsesi anëtar veç për vete menon. Na po dojmë një babë i cili është i Zoti i shtëpisë, shtylla e familjes, i cili sakrifikon vdes për familjen e vet. Ama dhe që ngohet, që ngon gruaja, ngon djalë, ngon çika. Që nëse ka një problem që ai babën gjendë minajt karqe, që asoj familje. Jo djalë e ka bërë rrugën e vetë, ja babë step rrugën, çika ka bërë rrugën e vetë, ja babë step. U prish familja, ç'to prishet? Shturët familja. Nuk e din baba, ju ka regjistruar çika
në mjekësi janë anena, aknena, në fakultet për shembull, vallai po shkojnë se në Prishtinë që janë 2 vjet, është se dinë se në fakultet. Nuk e din ti. Ti je shtylla shtëpisë. Se di sa ka gruaja rrogën. Nuk e din. Ne jemi për liri, po nuk jemi për nuk është liri aty mo kërkush nuk e di ku an filoni, ku an fisteke. I Zoti i shtëpisë nuk guxon me fjet pa ardhur antar të shtëpisë krejt në shtëpinë akşam. E dini ju këta? Sot bin çohen flan djali çika 2 ditë 3 ditë nuk e di ku është. Ai pallavra janë ato. Pallavra janë ato se ajt se çka kështu, çka jeni të bën ju kështu. Lëni të lirë. Jo, çika që ka bën 18 vjeç, 17, 20. Baba mos më ditë 2-3 ditë ku an vajza, nuk kanë rregull, kjo nuk është familje e shnosh. Veç neve hoxhallarëve na kamet me i fol më këto sane, kujt sot i fol. Kanë rregull. Pejgamberi alayhis salam është kujdes. Pasha Zotin po e tham në informacion se kretjeni e njohim një tjetrin. Pasha Allahin. Gjysha jame, s'është mirë 112 vjeçë, e dini në për. Pasha Allahin kur nuk ka hin mrana për pa shku kret në antarët e familjes në shtëpi, zakonisht unë jam vonu në 10 ka herë 11 natës, rike aty një more kena pas që me pa në murin ku me djale, ku inshallah apo vjen, sen. Ku ta keni një bab, një zot shtëpisë i cili gajlohet për familjen e vet edhe ku jep rëbir, ku mete, hajde bab, çap tani në kam jetën tëme. Ja, nuk shkon kështu. Ne jemi familje. Ama familje jo veç njoni me dhëmë për tjertë e tjerë dhe mësë mjauni. Hajde bashkë. E martën djallin e martën qikin e bon gajle, këqyrë. E tash kur ta gjon qika vetë, e kur se di baba 5-6 vjetë, tani kur pëndodhë problemi, edhe baba për dhe tjeve, bib ka dalë, tash ti njerë, nga poshtë e naltë me ta. Spyt që i kujna anë, a ka bab, a ka derë ku me caka, derë. Vozët një kumar më marve, se djallë jo qështu, ose qika jo të qështu. A ka derë, a ka familje. A ka temel, a ka prag. S'ka interesu tash kur për jesë shkeq, që me të bo tash baba. Andaj keni kujdes, mundoni, unë e di se kanë mundikun nga të tjertë, po mos e lëshoni atë që shtojmë në lërë. E pejgamberi alayhis salatu wassalam, po përfundoj me këta, i ka thonoj bia jam, atë mësoj be diçka ma mirë se sa që ka për lypti. Hajde bab, fal. Tha kur të bjene me fjetë. Mas e keni ra thuni 33 herë, subhanallah. 33 herë, elhamdulillah. 34 herë, 34. Allahu Ekber. Edhe përmbyll në tha me La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Që kjo tha kam ju mjaftu ma mirë se sa shërbëtorët që pilypni ju. Ulemat kanë thonë, një prej sebepeve Zoti me të dhon fuqi, e me dhon takat, e me të ndihmu në punët e së nesërmës, është ku të bish me fjetë me thonë që dua. Edhe mbesa, edhe njohim njerëz, edhe dim njerëz, edhe ju garantojmë që ata të cilët e kanë praktiku me bindje në Allahun që ta, kur bin me fjetë, me bindje që Zoti, kur jënë që jënë konë shumë më të fuqishëm, sepse Zoti Azza wa Jall që ka kriju insanin, i ka kriju do kode, do fjalë që përmes saj Allahu me forcu. Andaj, tema ishte që të kemi kujdes, të jemi të mëshirshëm për akrabat edhe njerëzin përgjithësi me gjitha format e jo se cilë veç për vetit, pështaj edhe hajtë s'po manin as për djallë, as për qika, as për familje. Lusë Allah që na përmirësohet, na i falë mëkatet, na udhëzojnë rrugën e drejtë, na bëj shtyllë familjes, ja Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.